tani do të kemi një lidhje virtuale me gazetarin Emirat Asipi nga Kroacia, me të cilin do të flasim për jetën kulturore të shqiptarëve në Kroaci, duke u bazuar pak edhe në koncertin që së fundmi ato kishin, koncertin me këngë arbreshe dhe këngë popullore, që në fakt ishin edhe ansambli Dardanus dhe Besarta Murtezani, por që edhe i ftuar special ka qenë edhe Jetmir Rexhepi. Do të flasim pak për këtë koncert, për këtë event, por gjithashtu do të flasim pak edhe për jetën kulturore në përgjithësi të shqiptarëve në Kroaci. Shpresoj ta kemi Emiratin e linj. Përshëndetje Emirat, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Ftesë në studio. Ju përshëndes të gjithë dhe shikuesve dhe faleminderit për thirrjen. Faleminderit shumë që ndave kohë, sepse di që je në rrugë dhe të morëm pak kohë, po faleminderit shumë që je pjesë. Të pyes pak, sepse do flasim për jetën kulturore të shqiptarëve në Kroaci, por dua të flasim fillimisht për koncertin që u mbajt para disa ditëve në fakt në Zagreb, ku kishte këngë arbreshe dhe këngë popullore të Pollogut, këngë të Pollogut në fakt, ku ishte ansambli Dardanus dhe Besarta Murtezani. Mund na tregosh pak më shumë për këtë event? Po, ju përshëndes edhe një herë, po, gjendemi në Kruj, jemi në Shqipëri, ju përshëndes nga një vendi shumë i bukur këtu ku jemi, dhe u kërkoj falje, nuk e di apo ndihet shumë mirë, se për shkak se jam jashtë, edhe nuk e flas gjuhën zyrtare shumë mirë. Po, e kemi pas koncertin këtë javën e kaluar, kemi kaluar shumë bukur, ka pas shumë njerëz që kanë ardhur me ndju ato këngët e muzikore, sidomos arbreshe, po edhe Pollogut. Sidomos Besarta është një virtuoze e madhe dhe ansambli i saj Dardanus që kanë bërë muzikën jashtëzakonisht të bukur, të mirë, dhe kemi kalu shumë bukur dhe kemi pas edhe prej shqiptarët e Zagrebit, po kemi pas edhe misafir nga kroatët, nga popullsia e Kroacisë, që kanë ardhur me ndju atë muzikë dhe ato na kanë treguar se kanë kaluar jashtëzakonisht mirë, edhe kanë vetë kur të mbajë koncerti edhe një herë që të vinë edhe të shijojnë atë muzikë, edhe më shumë të emocion që kanë treguar muzikantët dhe Besarta në Zagreb. Shumë interesant në fakt, sepse the që kanë qenë edhe kroatë. Si presin në përgjithësi kroatët edhe këto traditat muzikore tonat, por edhe të tjerat, edhe traditat tjera, sepse besoj ju vin interesant kur i dëgjojnë... Ne kemi shumë marrëveshje të mira me kroatët këtu edhe me pakicat tjera që gjenden në Kroaci. Jemi 22 pakica gjithsej këtu në Zagreb. Ato po vinë, po i ngjojnë, ku ndi se ka muzikë tradicionale, kështu ku ndi se janë këngët e vjetra, arbreshe, sidomos edhe Pollogut, edhe vinë ta shijojnë çfarë muzika është ato. Edhe ajo muzika është jashtëzakonisht e mirë, jashtëzakonisht e bukur, dhe çdo herë kur se ne kemi pas ansamblin edhe vjet, kemi pas një koncert njëjtë me ansamblin Dardanus dhe atje ka pas kroat dhe ato kanë vetë apo vinë prapë, edhe kur i tregu se po vinë prapë, ne nuk keshim vend mjaftueshëm me i fut krejt publikun brenda në sallën e muzikor në akademi muzikore në Zagreb. Koncerti ka zgjatë 1 orë, por ka kaluar për 5 minuta. Ashtu se me të vërtet aq bukur kanë kënu, aq bukur muzikë kanë bërë që edhe tash kur e menoj nuk e mbaj mend se kemi pas aq koncert të bukur në këtë zëli muzikës shumë. Shumë interesant në fakt, the që ka qenë edhe vjet dhe edhe këtë vit. Mendon që do të kthehet në një traditë mbase ky koncert? Pa tjetër, ne dhe i thrasim ato, që të shukudia, po dhe i kene edhe në motë të njëjtë, po ne me ansamblin Dardanus, me Besartë, me djetantarë të ansamblit, i kemi kontakte jashtëzakonisht të mirë, edhe shpresojmë të bëjmë një koncert edhe më të madh, të thirrim edhe disa shok tonë tjerë isto kësaj muzikës, edhe me pas edhe një më të madhe, dhe sallën më të madhe me kaluar edhe një herë më bukur, se këto muzikat na mungojnë neve këtu, se këto muzikat që na kënojnë edhe na e kemi atë ritëm atë të bukur që na kujtojnë ateun ton, historinë ton, edhe ne jemi shumë nevojshëm për kështu lloj muzikësh. Sigurisht. Çfarë simbolike kanë këto tradita muzikore, këto arbreshe, por edhe këngët e Pollogut, edhe për shqiptarët në diasporë? Sa e rëndësishme është që të ruajnë sigurisht këto tradita? Tjetër, ajo është identiteti jotë, nëse hupim edhe këto këngët e arbreshut edhe këngët e Pollogut, ne kemi hupur identitetin shqiptar që kemi këtu. Në Zagreb, shumica e shqiptarëve që jetojnë edhe veprojnë në Zagreb e kanë prejardhën prej Pollogut, edhe mund të paramendoni çka është ajo kur e ndinaj muzikën. Atë vetë se unë personalisht jam rrethinës festivalit, edhe kur filloi muzika, ajo pjesa për Pollogut, që është ajo e para, notë e parë që u bë, unë ndiva një emocion brenda
dhe shumë bukur, edhe ajo atë kemi në gjak, atë mund me hup, për çfarë edhe tregova, nëse e hupina atë muzikë të pollokut, arbreshe, tradicionale muzika tonë, e kemi hup identitetin. Për atë arsye, ne çdo vit organizojmë kështu lloj koncertesh që me mbajt edhe kemi nevojë për kështu koncerte, se nëpërmjet muzikës, sidomos popullsia jonë shqiptare që ka historinë orale, nëpërmjet muzikave edhe që thunë edhe gaçkave, legjendave që u tregohen, ne nëse i hupina ato, e hupina këtë historinë tonë, për atë arsye ne e forcojmë këto koncerte edhe kështu që edhe në mot të mbajmë, ndoshta jo ansambli Dardanus, por një ansambl tjetër tradicional të jetë, amo me ansamblin tonë, e thëmë ansamblin tonë se jemi mik shumë të mirë, do mbajmë një koncert edhe më të madh në kohën e ardhshme. Sigurisht ka nevojë edhe shqiptarët atje për t'i dëgjuar ato këngët e vjetra shqipe, arbreshe, sepse ju sillin edhe nostalgji, por edhe siç the edhe ti, tregon shumë për identitetin tonë dhe gjithmonë është ajo kënaqësia, sidomos kur je në një vend të huaj për të dëgjuar këngët apo edhe traditat tjera shqipe. Sa kohë ju desh për ta përgatitur, sepse ne gjithmonë i shohim ato gjërat e bukura, erdhi si koncert, por nuk i shohim asnjëherë ato sfidat, ato prapaskenat, sa kohë u desh që të përgatitet një koncert i tillë. Edhe tua të pyes në fakt edhe sa bashkëpunues janë edhe institucionet kroate kur shqiptarët duan që të bëjnë evente të tilla. Për fat të mirë këtu në Zagreb ne financojmë akret ka qyteti Zagrebit, ne si Këshilli i Pakicës Shqiptar, qyteti Zagrebit ku unë jam kryetar, ne financojmë 100% prej qytetit edhe më sipas të hollën ne s'mund me i bë këtë koncert, se ato kushtojnë. Normal, me art, me kondu, akomodimi, ushqimi, krejt që është, duhet me bëhen me parë. Edhe për atë arsye ju falenderojmë edhe qytetit Zagrebit edhe shtetit ton kroat, që kemi shteti mik që na ndihmon kjo arsye me mbajto sendet traditet që na përmbajnë. Edhe veç duhet me cek kemi nevojë për këto lloj muzike, se këto janë lloj muzike që tash kemi këto këngët e vjetra që këndojnë, po i kemi remix bëhen tash edhe kështu me radhë moderne që bën, ama këto janë ashtu prej burrimit, si kanë këndojnë burrimit edhe tash. Original, nuk ka ndryshim, edhe ato janë shumë më ndryshe se këto tjera që bëhen, edhe për atë arsye është edhe më bukur. Po siç thatë, i kemi marrëveshje të mira me shtetin kroat, i kemi marrëveshje të mira me qytetin Zagrebit ku na financojnë. Organizimi zgjatën shumë, po kur është një gjë e mirë, nuk është e probleme dhe sfidat edhe i kalojmë shumë shpejt. Normal kemi filluar me fillimin e vitit, duhet me rezervu sallën, duhet me rezervu akomodimin, duhet me rezervu edhe arjen, edhe terminin, se çdo kush edhe prej atyre punojnë edhe kanë edhe koncerte tjera, edhe ne tash kemi edhe projekte tjera, tash unë jam Shqipëri, se kemi udhtim studimor me të rinjt, jemi 30 të rinjt që të vizitojmë Shqipërinë, Maqedoninë, Kosovën, edhe po kthehena në Zagreb, edhe tash jemi Shqipëri ku kemi vizituar Krujen, e kemi një program që e bëjmë çdo vit edhe e mbajmë atë programin, për atë arsye duhet me nis me muaj më para me organizu krejtësenit. Pra në fakt këtë shëtitjen që e keni me të rinjt të cilët jetojnë në Kroaci, apo shqiptar. Sa është interesimi i të rinjve në përgjithësi, qoftë për këto koncerte të tilla, evente të tilla, por qoftë edhe për të vizituar vendet shqiptare, edhe për të mësuar më shumë edhe për historinë shqiptare, sepse sigurisht ka të rinj për atyre të cilët janë lindë dhe janë rritë atje, sigurisht nuk duhet të harrohen rrënjët, por sa është interesimi edhe për të mësuar më shumë? Për fat të keq, kur flasim për muzikën klasike, këtu interesimi është më i vogël, por kur flasim për shotitje, interesimi është më i madh të rinj. Sa ato kanë qenë me shotit, me udhtu, me vizitu, me pa diçka, ajo është gjë normale, edhe nuk është asnjë tati për të kritikuar. Për fat të mirë kemi rininë e madhe këtu, edhe siç e thekët janë gjenerata që kanë lindë në Zagreb, unë jam ai që ka lindë arrit edhe shkollu në Zagreb, edhe ne kemi nevojë me vizitu vendet tona këtu në atë, sidomos Shqipëri, sidomos Maqedoni, edhe në Kosovë, po edhe ku është edhe te Ulqini, edhe te Lugina e Preshevës, edhe atje kemi nevojë me vizitu edhe me bashkëpunu, që me i pas kontaktet më të forta, edhe kur di kena kontaktet më të forta, nuk do kemi problemin e asimilimit, që për fat të keq ka fillu edhe në Kroaci, po për atë arsye edhe ne organizojmë këto programet që me vizitu, me u kthi këtu, me pas kontakte, me di historinë, se nëse njeriu e hupon historinë e vet, e hupon edhe identitetin e vet, ai nuk ka ku të kapet për rënjat. Ne këtu i kemi rënjat, edhe ne nuk duhet të mësojmë rënjat këtu, duhet të mësojmë si ka fillu me u formu ne si shqiptar, që ka kalu
prindet tonë që kanë kaluar të më para, edhe krejt ashtu, edhe për atë arsye është interesimi. Ne normal për të rinjtë e bëjmë edhe pak më interesant edhe shotiqen, që me vizitu edhe Tiranën, edhe Prishtinën, edhe Shkupin me dalë, se rinjtë kanë të qifë edhe me dalë pak jashtë, pak me ndju edhe diçka tjetër, por ne në atë programi fusim edhe këto qytete që janë kruciale për shqiptarizmin. Ku ka në fakt historik. Lezhë, tash po vizitojmë, po vim edhe në Teto, po vim edhe në Shkup, po më pa edhe vizitojmë Prekazin, e vizitojmë Prizrenin e kështu me radhë. Në fakt, kjo është gjë shumë e bukur në fakt, sepse këto evente të tilla, po këto aktivitetet të tilla në fakt ndikojnë edhe në forcimin, ndihmojnë shumë në forcimin e traditave tona, identitetit ton kombëtar. Ti the që je lind dhe je rrit atje dhe Shqipen e ke shumë perfekte si person që sigurisht je lindur dhe je rritur atje. Si është me të tjerët në përgjithësi? Sa ruhet edhe tradita e gjuhës? Ne, unë kur foli për vetin që jam pologut, ne kemi theksin tonë, edhe unë me fol me theksin tonë me ashtu, a mos më kuptu ashtu, atë nuk e harojmë kur se është e gjuhë e nënës, nëse nënat folën Shqip, atëre nuk është probleme e mësu, po gjenerate jeme edhe disa vite mbasme e flasin mirë gjuhën Shqipe, s'ka me rëndësi cëllën dialekte e flasin, por kemi problem tash me gjeneratën e 4, gjeneratën e 5, që është në Kroaci, që prindet ati ka lindë në Zagreb, edhe u vinë ma lehtë me folë kroatishtën. Edhe ati kemi problem, po kemi edhe gjuha Shqipe që mësohet në për shkollat fillore, ku mund me shkrujt nxënësit me mësu, me nuk e haru, ama ma mirë gjuha mësuhet në shoqni, kur je në shoqni e flet gjuhën Shqipe edhe ashtu nuk harohet kur, se je me shqiptare, dhe kur je me shqiptar nuk është e mund me haru edhe identitetin edhe gjuhën, po gjuha duhet me mësu, duhet edhe farë është ma e rëndësishme, duhet me lexu, po leximi tash në kohën e moderne është edhe pak problematike, për gjithë ne jo sëll për të rinjtë. Shumë e vërtet në fakt, sepse i përmendet dialektet sigurisht janë pasuri dhe shumë mirë që keni ruajtur në fakt edhe gjuhën edhe me dialektet tuaja. Sa i madh është komuniteti shqiptar në Zagreb, por edhe në qytetet e tjera të Kroacisë dhe sa të bashkuar rrinë, jo vetëm për eventet të tilla, por edhe në përgjithësi, janë të bashkuar shqiptarët në Kroaci? Për fat të mirë janë, nuk kemi shumë devijume në atë problem. Normal, çdo komuniteti ka edhe shtëpinë tonë, edhe me gruan tonë, edhe me burrin tonë, nuk je çdo herë mirë, kështu edhe komuniteti. Ndodhen për përgjithësi jemi mirë, bashkëpunojmë, nuk kemi ne shumë numër i madh. Kur folim për nënshtësi, se ka edhe shumë shqiptarë që janë me viza pune që kanë ardhur me punu atje, edhe nuk i kanë letrat e Kroacisë, por me ato që janë me nënshtësi në Zagreb janë rreth 5.000, gjithë Kroaci duhet jenë mbi 20.000 shqiptarë, ama shumica prej atyre, siç thash, është në Kroaci, kemi edhe në Bregdet. Është një numër i madh, sidomos në Istër, kemi shumë shoqata shqiptare, kemi shoqatën më aktive që është tash për momenti është shoqata Shkendia, ajo është shoqatë kulturore, ku e kemi ansamblin, ku vallëzojnë trit dhe udhtojnë nëpërmjet krejt Kroacinë, ku e reprezentojnë kulturën shqiptare. Në atë kemi edhe bashkëpunim me shoqatat tjera nëpërmjet Kroaci, sidomos kur është pavarësia e Kosovës dhe pavarësia e Shqipërisë, ditë e flamurit, ku kemi festa të mëdha, ku kemi edhe shfaqje, kemi edhe ligjërata, edhe përfundojmë me një ashtu që kemi në Maqedonia zanat, që kemi me përfundu me muzikë të mirë në koncert, një mbrëmje muzikore që mbajna çdo herë, edhe për pavarësinë e Kosovës, edhe për pavarësinë e Shqipërisë. Pra i festoni të gjitha festat e shqiptarëve në fakt kudo që ndodhen në botë. Edhe festat shqiptare, por i festojmë edhe festat fetare, i festojmë edhe Bajram, edhe Pashk, krejt i festojmë së bashku, urojmë, vizitojmë njëri tjetrin dhe kalojmë shumë bukur. Kjo është një gjë shumë e bukur kur i sheh shqiptarët të bashkuar, ne shpresojmë shumë që në të gjithë botën të jenë shqiptarët kështu të bashkuar. Të pyes pak për aktivitetet. Jashtë MMV-u tonë kalojmë shumë bukur, jemi më afër, kur thena Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, atëre pak fillojnë griljet shaka, po bëj pak, po jemi komuniteti vogël edhe fati ma thoshte që shqiptarët në Kroaci janë ekonomisht janë mirë, shumica prej atyre janë që janë punëdhënës, kur jemi 90% që janë punëdhënës shqiptarët e Kroacisë, punësojnë rreth 70.000 kroatë.
shqiptarët punësojnë në Kroaci, edhe për fat të mirë ne nuk kemi asnjë person që ka nevojë për ndihmë sociale prej shqiptarëve. Kjo në fakt është gjë shumë e bukur, sepse të shohë shqiptarët që kanë hapur edhe bizneset e tyre atje. A është e vështirë ose për të hapur biznese, për shembull, kanë qenë bashkëpunues, sepse ti e the që edhe në eventet kulturore janë shumë bashkëpunues, edhe institucionet kroate, janë bashkëpunues edhe për sa i përket bizneseve, domethënë lejojnë sigurisht me lehtësi që të hapin kushdo që mund të hapë një biznes. Normal, i ka rregullat e vete, i ka ligjet e vete që duhet me i plotësu, por nuk është problem me hapë biznesin në Kroaci, edhe kur foli për biznesin, nuk është më biznesit siç më para që kanë punuar veç në dyqan, në ëmbëlsirë, bukpjekës e kështu me radhë, ato ëmbëlsirat janë bërë shumë të mëdha luksoze, bukpjekës janë bërë shumë të mëdha luksoze shqiptarëve flas, sidomos restoranet që janë bërë Bregdet, restoranet më të njohur që janë në Bregdet janë pronarët janë shqiptarë. Më të njohur që janë në Bregdet. Edhe në Zagreb, po flas. Shumë e vërtet në fakt, sepse kam dëgjuar shpesh jo vetëm në Kroaci, por edhe në vendet të tjera që ku bëjnë ëmbëlsirat prej shqiptarëve, sidomos prej zonës së Pollogut, nëse nuk gaboj, janë pjesa më e mirë që janë, domethënë, ekspert të ëmbëlsirave. Si presin edhe kroatët këto biznese, këto i lavdërojnë shpesh ushqimet, i duan ushqimet shqiptare të cilat ato të cilat i kanë parë kanë provuar. Po, ne me kroatët jemi mik shumë. Normal, ato na përkrahin neve se s'mund me punu vetë. Ma punëtor jemi në shqiptarët, ato nëse mund ne punojnë vetë, nëse mendojnë se ne bëjnë ma mirë, po se ne bëjnë ma mirë se shqiptarët. As akullore se ne bëjnë ma mirë, por as buko se ne bëjnë ma mirë se shqiptarët, se shqiptarët janë punëtor shumë. Po, është ajo, ka jetë traditë se shqiptarët e Macedonisë janë për ëmbëlsira, shqiptarët e Kosovës janë për bukpjekës edhe për me artë që miren, me gold, do falni. Aha, për art. Për art. Shumë e vërtet. Ma shumë për asende, po janë, si shtregova, ato që punojnë tash në Kroaci që janë pronar, ato janë në biznesin më të mëdha që kanë në Zagreb, në këtë fush janë shqiptarë. Kjo është gjë shumë e mirë, të shohë shqiptarët që kanë bërë arritjet e tyre, kanë hapur bizneset e tyre dhe sigurisht nuk e kanë lejuar një shqiptar tjetër që të jetë me ndihma sociale, por i kanë dhënë dorën, i kanë zgjatur dorën, i kanë punësuar, madje kanë punësuar edhe kroat, siç theksove. Të të pyes pak për eventet kulturore, cilat janë, sepse di që eventin e fundit për të cilën folëm është nga Këshilli Kombëtar Shqiptar në Zagreb, apo? Cilat janë aktivitetet të tjera, të cilat ka aktivitetet gjatë gjithë vitit për të cilat përveç këto që i përmendet që gjatë festave, ka aktivitete mbase të ndryshme dhe artistike, kulturore që bëhen? Po, shqiptarët në Kroaci çdo muaj kanë aktivitet përveç verës. Do me thoni 7-8 muaj si janë pushimet atere, edhe nuk ka aktivitete, po muaj tjetër çdo muaj ne kemi doni aktivitete. Tash me 17 e këtij muaj, maj, kemi promovimin e librit profesoreshës Zena Halimi, që folën për veshjet kombëtare shqiptare në Maqedoninë e Veriut, ku do bëhen ligjërat në Zagreb për veshjet kombëtare, siç tregova. Kemi edhe promovime shumë radh, kemi edhe shfaqje. E festojmë edhe ditën e mësuesve shqiptarëve, festojmë edhe ditën e grave. Shqiptarë ku mbajnë ligjërata, ku gratë tona shqiptare, femrat shqiptare në Kroaci, mbajnë disa preative që janë shumë suksesshme, kemi shumë preative, që mbajnë ligjërata për punën e vete, si kanë arritur në atë level të lartë, edhe mbas atij edhe kanë veç për gratë, është e ditë e grave, mbajnë koncertin ku nuk lejojnë me hi burat, edhe festojnë vetë së bashku. Po siç tregova, edhe kemi edhe me art kemi shumë punë, kemi edhe disa promovimi me pikturave që dhe mbajna mujnë e dhejt, edhe mbajna shfaqje, patëm tash këtë muaj në kalut, që si që tregot disa erdhë prej Kosove na erdhën misafir, ku mbajnë shfaqje jashtëzakonisht të mirë. Si që tregova, çdo muaj kemi një aktivitet ku mlidhen ne shqiptar nëpërmjet Kroacisë, edhe kemi një të mirë se në Kroaci kemi në pronët tona kemi 8 qendre kulturore shqiptare ku i bëjnë gjithë këto aktivitete. Gjë shumë e bukur në fakt. Edhe të mbahen edhe aktivitetet tjera. Nuk jeni të përjashtuar nga asnjë festë, i bëni të gjitha festat, sepse the që edhe 7 marsi në fakt, edhe dita e mësuesit festohet në Kroaci dhe kjo është. Po. Kjo është gjë shumë e bukur. Po.
Të të pyes pak, duke qenë se ti je gazetar, të të pyes pak si raportojnë edhe mediat kroate. A kanë interesim për t'i mbuluar këto ngjarjet kulturore, artistike të shqiptarëve, si raportohet, çfarë thuhet? Pozitive në çdo herë, se për fat të mirë ne kemi edhe magazinin tonë, kemi edhe që i publikojmë gjithë ngjarjet tona që i kemi në Kroaci, informatori e ka emrin, edhe çdo muaj e kemi atë jashtë, kemi edhe portale që i ndjekin punët e pakicave në Kroaci, por vinë edhe mediat, sidomos që Zagrebi qytet ka një ditë televizore, kanale televizor që i përshtatin këto programet, edhe vinë edhe janë shumë pozitive, reportazhet janë shumë të bukura, edhe u intereson shumë se ne si shqiptari kemi kulturën shumë të madhe, kemi kulturën shumë të pasur. Edhe ato vetë shohin që ne çdo herë kur bëjmë koncert, neve sallat i kemi mbushur se i kemi jashtëzakonisht historinë e plotëm, nuk ka popullsi në Europë që është e më i pasur me kulturën e shqiptare. Shumë e vërtet. Të të pyes pak sepse e përmendëm bashkëpunimin sigurisht me institucionet kroate, por të të pyes pak edhe për bashkëpunimin me institucionet në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni së Veriut, domethënë sa kontribojnë, le të themi, ose sa janë të interesuar edhe institucionet tona për të kontribuar për diasporën shqiptare në këtë rast në Kroaci. Kemi pas bashkëpunim të madh, më shumë kemi pas me Republikën e Kosovës, edhe me Republikën e Maqedoninë e Veriut, për fat të keq me Republikën e Shqipërisë nuk kemi pas as kontakte, se numri i shqiptarëve që janë në Kroaci nga Shqipëria është ende shumë i vogël. Por kemi fatin e madh që ne në Kroaci kemi pas 4 vitën e kaluar, kemi pas 3 ambasador shqiptar. Ambasadori Kosovës, ambasadori Shqipërisë, edhe ambasadori i Maqedonisë Veriut. Edhe kontakte kanë shumë jashtëzakonisht të mirë, se kur ke 3 ambasador shqiptar, atë nuk mund ta ketë bashkëpunimin e keq edhe me shtetet tona. Edhe për atë kemi pas na kanë vizitu çdo vit nga Ministria e Jashtme e Maqedonisë Veriut na kanë vizit, çdo vit na vinë nga komunat e Kosovës me na vizitu Kroacia, kemi pas edhe bashkëpunime të mëdha. Tash edhe këto vizita që i bëjnë ne këtu, jemi me bashkëpunime të komunave. Këtu që na presin, na mirëpresin edhe na tregojnë çfarë është mirë me kalu këtu, për atë mënyrë kalojmë shumë bukur edhe kemi përkrahjen e madhe. Kjo është gjë e bukur, i kemi 3 shtete, si themi ne, 3 e më gjerë. Po, është shumë bukur ajo për ne dhe pasuri e madhe është me pas ashtu. Shumë e vërtet. Duke qenë se jemi nga fundi, cili do të ishte një mesazh që do t'ja jepje të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, qoftë në diasporë, qoftë edhe në Shqipëri, Maqedoni, Kosovë edhe në vendet e tjera sigurisht. Po ne çdo herë mund të foli për diasporën se nuk kemi jetuar kur me u kthej kam marrë pushime veç Maqedoni, po bashkohi, punoni edhe integrohi, por kur mos asimilohi. Një mesazh shumë i mirë. Emirat, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Ftesë në studio, që ndave këto informacione, unë ju uroj shumë suksese dhe shpresoj të shihemi në këto vizitat që i bëni me të rinj, pse jo të shihemi të jemi edhe këtu në studio live për t'i diskutuar këto. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, përshëndetje të gjithëve. Faleminderit.